Ka bërë, jo nuk ka ngrënë gjë. Shkoj, po nuk ka ngrënë gjë, se aty ku ka shkuar, me zi kanë për të ngrënë për vete. Në fshatin Karbunar të zonës së Selenicës në Vlorë. Ka rënë bomba. Se më që ka ndonë? Nuk ka asgjë. Filloj lufta? Jo. Uj, jo. Jo, uj normale. Drita, jo. Si në çdo fshat, pak Qendër shëndetësore, jo. Kopshti është luks. Or ti vlla nuk e ujti do kopsh. Ndjekim pak këta heronjtë e Karbunar. Po gjallë janë. Gjallë janë, për pikëre. Po fshatin në buzë të vjosës, malla kasrën ke karshi. Po fshatin në buzë të vjosës, malla moj kasrën ke karshi. Malla moj kasrën. Ka që i prut këtu, të keqe nëna jote gjyshini. Mirë, si e? 6 muaj kemi hyrë në muajin e 6, do t'i vemi numit me kokë, qa kemi bërë në këtë dynja. Kam dashur votat i kanë marë, si u ka dashur qefi. Përse do na bërë që e ke. Përvaj, guru vete, ku vete me bidon të thash? Vete për benzin t'i vë flakën fshatit. Vete të marë benzin t'i vë flakën fshatit. Kanë ikur të tërë në Vlorë, e në Tiranë, e kanë braktisur fshatin, shikoj shtëpi. Edhe ne në fshat, duam arsimtarët tanë. Të na mësojnë Të mërkur të vjen. Që është këtë doktor? Doktorit të mërkur më të mërkur. Vdesim të mërkurave vetëm neve. Na kanë vdekur njerëz me i frak. U falë të zoti që erdhe tore do t'u Kam pagojnë. guxuar të them mirë mëngjes, vetë të ankesa. Jo ankesa, ne jemi të mbytemi në Sa lumë. për kuriozitet jemi në fshatin Karbunar të Vlorës, tu pyes shalli keni i thatë ju më duket, apo mbaruam ju? Dhe shkolla dhe xhabe. Kryeplak, sa banor ka ky fshat? Fshati ka banor, ka 1100 banor. Kjo rrugë që shikon ti sot, që erdhe sot rrodhe, këtu në fshatin tonë Karbunar, të është hedhur që nga vitet ma merr mendja 84, 85, ata e kanë bërë për herë të 4, 5, vinë kot, ata bën turbina, i zhysin tokë, ato thyen se janë pa hekura. Erdhën të parat u çan, erdhën të dytat u çan, erdhën të tretat u çan, zotërin nderuar. Ky është fshati, kjo është qeveria jonë. Foli që kemi Ky është ardhur. pushteti jonë. Urdhro, ka ardhur fiksi. Lartë të kodrën, në ajo fushi, marim në ujë, mërtë edhe Selenica. Me sa banore di ajo, që fruzonde edhe minjerën. Përvesh puset e naftës të gorrëshit që shpoqin. Në ajo qëndër pompimi. Atje. Në shi ne rrim pa ujë me 2 depo lartë. Kemi qenë fshati më i privilegjuar në kohën e Enver Hoxhës. Pse do thuash? Rrugën e kishin. Dritat i kishin. Ujë, nëse do shkoje si rrugtar i ujë, një çezëm ishte atje. Nënat tona nuk njinin bidona, njinin godën. Në atë kohë. 26 vjet vetëm kemi bërë poshtë. Unë jam me 9 fëmijë, jam gjyshe, e kam djalin 4 vjeç të djalit, e kam në mesjet. Është turp në Evropa, turp në bota, kërkojmë të rrim në Evropë, që do rrim ne me këmë pa kokë. Çfarë problemi ka djalë? Unë në dua në kopësht, unë e dua në shkollë. Vetëm ujë dhe ujë, asgjë s'do më në hiç. Ai gomari atje me ata bidonat. U shpjön gomar, u shpjön bidonat. U shpjön gomar se bidonat. Zoti foni. U lutem shumë. Dita për ujë. 84 vjeç unë, kam qenë polici e Enver Hoxhës. Ja dhe Enver Hoxhën kam qenë. O, e pas kete këtu. Kam një pusë atje, Po? e kam bërë, kam 20 vjetë e kam bërë ndë. Era në Vlora, sa era në Vlora dihen edhe, musur, do mujë rapi, o gjë rapi. Këta, lagja. Qati. Mos i jep. Mos i jep, ta hapim vetë. Të thara i keni duart ju, ja e ka hapur pusin ju. Vinë si qënë për votën. Ne gënjemi si pula që e thera zonjë shpisë. Apo pulë ta një theru. E ata kështu na i bëne. A tregojnë historia pastaj që çfarë do bëjmë. E shek të popull do ti. A jenë Enver Hoxha kish një mit këqia. Ama ky fshat i gjithë popull ta kujtoj atë. Ai të ngrihet në varri për të popull se i thosh një lloj ai. Atë keqen. Ai ka bërë shumë, ama ka bërë edhe mira, shumë për të popull. Kemi një muaj që ne kemi bërë një tenderim për ujin e fshatit Karbunar. Një firmë që ka marrë përsipër këtë në linjë ujësjellësit. Kur do të kenë ujë banorët? Atëherë ne jemi në ndjekjet për zgjidhjen e këtij përshqetësimi. Përsëri firma nuk ka marrë asnjë lek sepse nuk e ka kryer detyrën dhe punën siç është për të sipas tenderit. Ne jemi në pritje të miratimit për buxhetit pranë bashkisë Selenicë dhe menjëherë ne do të bëjmë ndryrjen që në kohën më të shkurtër fshati të pajisë të ketë ujë. Ja.
Në një qikuj me dorën tënde. Kam qenë një fermiere, kam punuar 37 vjetë në Karbunar. Mirë ke bërë. Edhe erdi puna dola në pension. S'kemi një i fermire për të bërë gjilparat. Si e bëni? Ashtu, marëm ato i fermire që kanë dalë në pension. Në pension. Unë kam 10 të gjilpara për të bërë, kam bërë 2, e paguaj me zi vjen dhe ajo se është në pension, kupton? Ambulant ti vetë ti në shpinë special. Se qa bëj unë? Është tjetër punë. Jo, po shkon ti? Po, privatisht. S'ka rëndësi, shkon. Unë shkoj, po jam bamirë se veç. Do së muremi të vemi në Vlorë atje nuk të qasi fare pare komandimin e mjekut. Tash i mjeku vjen një herë në javë, çdo të bëkur vjen këtu. Shumë. Ashtu. Uj si që pat s'ka si pik, dritat si që pat, mjekësia për tokë fare s'ka. Linja për ju në studio, thojës. Linja për ju në studio dhe u falemderit shumë që keni ardhur. Të dashur banorë të Karbunarës, duroni dhe pak, duroni se